bashkë. Ja me këtë do. Vazhdo bëj viktimën ti. Atë të verdiste ty, ha? Do takohemi bashkë. Atë të verdiste. Atë të verdiste, ha? Po na kërcënon. Po. Po Krutinët kërcënojnë jo ty. Çfarë bash? Jo ty. Po kush ka bo ty edhe gjithë Shqipërinë. Ma ka ndërguar këtë video shumë njerëz, por duke më thënë që po ti pse s'po reagoni apo si ka, shiko, unë nuk mund të reagoj për çdo video që ju mund të më dërgoni pa e analizuar vetë dhe pa u futur një herë vetë se si ka ndodhur. E kam kthyer mbrapsht të gjithën deri pas Prime-it se nuk e kam parë, që është vërtet, se nuk e shoh më bigun, le të themi që deri në orët e vona, se nuk ka ndonjë gjë wow për ta parë. Dhe shkova ishte rreth orës 2 e ca, që kishte 2:30 duket diçka e tillë. E pash të gjithën dhe ndoqa se si ka rridhur gjithë biseda. Është miri që është manipulator shumë i keq në këtë moment që e çon në një rrjedh tjetër të gjithë këtë lloj debati. Se çfarë ndodh tani? E pa mirin që deri në një farë momenti ishte i vëzhguar nga kamerat, por atje mbrapa skenës nuk ka qenë i vëzhguar nga kamerat, në të njëjtin vend ku doli dhe Landi. Tani, në momentin që ai ka ardhur aty mund të jetë takuar dhe me Landin dhe Landi mund të ketë thënë një gjë që patjetër duhet ta sulmosh Mateun ose Bjeri Mateos ose në një diçka tjetër, në një informacion tjetër, që ai pati një lloj reagimi shumë të tmerrshëm. Se logjika e Mateos, më duhet të them bravo për logjikën, për faktin sepse ishte duke i thënë që ti loja jote deri në këtë pikë ti ke ardhur me krevatin dhe me ndjenjat e fshehura kundrejt një vajze, atë që ta kemi thënë të gjithë. Mos ma thuaj këta, pse ma thua këta i thoshte Miri, apo do të ndash nga gruaja ime, se do takohemi bashkë jashtë, se jo ti po as ka asnjë mua të ndaj nga gruaja ime me këto hipoteza që i dhni juve. I tha Miri Mateos, sepse Mateo shumë bukur i tha që si s'tu bë ty vonë, më përpara ta thoshe këtë gjë që ta protestoje këtë gjë, të ishe revolucionar kundrejt kësaj gjëje që të gjithë të kanë thënë, apo të kale verdisur që të ta thoshin këtë pjesë se të duhesh për Prime. Kjo pjesë ati Mirit i dogji jashtëzakonisht shumë, por duhet të thënë një gjë, në kronologjinë që bëri Mateo kundrejt Mirit ishte shumë i saktë, nuk e ka përmendur as gruan drejt për drejt, as në mënyrë direkte, as indirekte, thjesht i ka bërë lojën në mënyrë kronologjike të gjithën në kaq ditë që sa ka qenë Miri. Pra, në një farë mënyrë Miri e shfrytëzoi këtë situatë sepse unë mendoj që ai ndoshta është fryrë, do më thënë që nga kur doli që performoj këngën e ti me Landin dhe me Vesën dhe erdhi direkt në kundërshtullëm për Mateon. Se do Miri ta çoj këtë debat në këtë lloj rrjedhe, është punë për ta. Nuk ja ka përmendur familjen. Dhe fakti që produksioni i rri kaq duar kryq, nuk e di se ku e çon mushka këtë produksion. Nuk e di se ku e çon mushka ata njerëz që e lejon këtë lloj gjuhë kaq kërcënuese, ishin duke fol për sa i përket lojës, jo në familje, se në 3 muaj, në 2 muaj sa ka Mateo aty, e kemi parë që nuk e ka përmendur asnjëherë familjen e asnjërit aty. Po nëse kjo ishte e gjitha, se e zgjata një çik.